E nisim pak me Agjencinë e Inteligjencës Financiare, e cila ka zbuluar disa prej skemave të pastrimit parave në Shqipëri, që nga apartamentet, po ashtu e deri tek trojet, makinat e luksit apo veprat e artit. Ishte interesante një 18 vjeçare e cila kishte blerë një vilë në Bregdet me vlerë 1.5 milion euro. Një skem kaq shumë e madhe e pastrimit parave është folur dhe diskutuar disa herë, është ngritur ky alarm edhe nga agjenci disbatuese të huaja, përveç se në Shqipëri ku duket se kanë shumë vështirë që t'i zbulojnë të tilla afera. Pikë së pari, çfarë tregon ky raport, zonja Lika? E para njërë duhet, ne kemi marrë në për email-et tona këtë raport, sepse pozicioni jonë, profesioni jonë është i përfshirë direkt nga ligji për pastrimin e parave, dhe dua të them që kjo është në raundin e 6 fokusit kryesor që kemi për vlerësimin që marrim nga Monival, i Këshillit të Evropës. Është një nga çështjet kryesore që duhet të plotësojmë përpara se të integrohemi në Europë. Dhe i gjithë ky raport ka treguar gjetjet e Agjencisë Inteligjencës Financiare, të cilat nëse mundem t'i përmend pak a shumë disa prej tyre. Patjetër. Po, për shembull e parë, një nga tipologjitë e gjithë gjetjeve të këtij raporti ishte kur qarkullimi i parave në llogari individuale, pa pasur fare biznes, të cilat në pak muaj qarkullojnë shumë të mëdha parash, apo duke hapur biznese fiktive, pasi qarkullojnë parat, ato mbyllen menjëherë. Është përmendur rasti i një qarkullimi prej 1.7 milion eurosh. Kemi 1.9 milion eurosh. Ka tipologji të tjera të hapjes së bizneseve dhe qarkullimeve të këtyre fondeve të mëdha ndërmjet bizneseve të njëjtit person ose edhe personave të lidhur me ta. Një skem të tillë e kemi parë edhe tek 2 koncesionet e shëndetësisë, si te i sterilizimit, po ashtu edhe pse nuk janë të përmendur në raport, unë po i them nga faktet që njohim ne dhe qytetarët, ku janë hapur firma për shembull te sterilizimi në emra të personave të afërt të titullar të pronarëve të shoqërisë që ka marrë koncesionin dhe kanë qarkulluar shuma të mëdha, po ashtu edhe tek check-upi ka ndodhur e njëjta gjë ku janë qarkulluar shuma në shoqëri të lidhura. Po këtu kemi rastin kur blerjen e pasurive të paluajtshme, të cilat blihen me çmime të ulta qesharake që nuk i përgjigjen tregut dhe pas disa muajsh shiten me çmime stratosferike që janë po prap jo në përputhje me tregun, thjesht dhe vetëm për të qarkulluar parat dhe për të pastruar parat. Shumë nga këto persona të cilët kryejnë transaksione të tilla i mbajnë edhe të vdekur aparat në pasuri të paluajtshme, e rëndësishme është që ata t'i kenë pastruar. Rasti që ju pak më përpara përmendët është rasti i 18 vjeçares, e cila bleu një vilë 1.5 milion euro me fonde të dërguara nga motra, e cila operonte në sektorin e lojrave online në Seychelles. Këto kanë treguar që por në fakt ka ndodhur një gjë shumë që agjencia ka zbuluar, që këtu ka qenë bashkëshorti i financueses, pra i motrës kësaj 18 vjeçares, që ka qenë i përfshirë në krimin e organizuar. Përveç kësaj kemi edhe shoqëritë guaska që i themi ne, të cilat përdorin shoqëri të lidhura që regjistrohen dhe çregjistrohen sipas rastit, duke mos u ditur fare edhe pronari përfitues, sepse kur janë shoqëri në parajsa fiskale ti nuk mundesh të marrësh as të dhëna për pronarin përfitues dhe parat qarkullojnë jashtë vendit apo dhe për kreditime të ndryshme që shoqëri që regjistrohen dhe çregjistrohen për 6 muaj ose për 1 vit. Gjithashtu ka pasur një rast tjetër kur është kapur në një agjenci e cila ka shfrytzuar problematikën që ka posi ose dobësin, se s'mund ta quaj problematik, po dobësin që ka posi për qarkullimin e parave, të cilat nuk quhen më si bank dhe kanë qarkulluar para nëpërmjet një agjencie që gjoja ishte turistike, por në fakt ka për vetëm qarkullim nga një llogari që ishte në Belgjik.